Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Takojmë edhe sot në programin Rruga me Dr. Michael Youssef. Në programin ton të erës së shkuar, që ishte edhe programi i parë i serisë 12 hapat për të rritur, Dr. Youssef u ndal fillimisht në një përshkrim të Jakobit, autorit e letrës, dhe më pas në çështjen e shumë përfolur të sprovave në jetën e besimtarëve. Sprovat në jetë shpesh shtyn dhe i drejtojnë jo besimtarët tek Perëndia, ndërkohë që për besimtarët janë mënyra se si ndihmon Zoti të rriten. Pam se reagimi ndaj vështirësive i dallon besimtarët nga jo besimtarët. Besimtarët i përballojnë sprovat shumë ndryshe nga jo besimtarët. Ata mbështeten tek Perëndia me gëzim dhe presin se si Zoti i tyre besnik do ta kthejë çdo të keqe që vjen kundër tyre në të mirë. Në programin tonë të sotëm, Dr. Youssef do të bëjë disa pyetje që shqetësojnë pothuajse çdo njeri në botë. Pse i lejon Perëndia vojtit për besimtarin? A nuk mund t'i ndalojë ato? Pse njerëzve të mirë ndodhin gjëra të këqija? Holësit u përcjell Dr. Youssef në programin tonë të ditës së sotme. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Hello, our listening friends. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. I am glad you tuned in for this second and most important part of the series from the book of James. Jam i kënaqur që po na ndiqni në këtë pjesë të dytë dhe shumë të rëndësishme të serisë së mesazheve nga libri i Jakobit. We'll be talking about 12 steps for growing up. Ne kemi folur për 12 hapat për të rritur. I often talk with Christians who feel that God has abandoned them. Unë shpesh flas me krishterë që ndjejnë se Perëndia i ka braktisur. Of course, to say that is to deny God's sovereign power. Sigurisht, të flasësh kështu do të thotë të mohosh pushtetin sovran të Perëndisë. To say that is to deny God's absolute control over our lives and over the world. Të flasësh kështu do të thotë të mohosh kontrollin absolut të Perëndisë në jetën tona dhe mbi të gjithë botën. But the question still persists. Por problemi vazhdon të përsëritet. Why does God allow suffering to the believer? Përse i lejon Perëndia vuajtjet për besimtarin? Could he not stop it? A nuk mund t'i ndalojë ai ato? Why do bad things happen to good people? Përse njerëzve të mirë u ndodhin gjëra të këqija? The ultimate answer is that God knows what he's doing. Përgjigjja përfundimtare është se Perëndia e di se ç'bën. The sovereign God knows what is necessary to bring into our lives to help us grow up in Jesus Christ. Perëndia sovrani e di se çfarë është e nevojshme për jetën tona që ne të mund të rritemi në Jezus Krishtin. Trials that come outside of our control do not come simply because the Lord is unhappy or mad at us. Sprovat që janë jashtë kontrollit ton nuk vijnë thjesht sepse Perëndia është mërzitur apo është nevrikosur me ne. And the moment something happens, we go out crying to God, God, change things please, while in fact sometimes God wants to change us. Dhe në momentin kur ndodh diçka ne shkojmë dhe i thrasim Perëndisë. Zot, të lutem, ndryshoj gjërat, kur në fakt ndonjëherë Perëndia dëshiron të na ndryshojë ne. You may be asking God to change your spouse, but God wants to change you. Shumë nga ju i kërkojnë Perëndisë që të ndryshojë partnerin tuaj, por Perëndia dëshiron t'ju ndryshojë ju. You might want God to change your boss or your job, but probably God wants that boss there to help change things in your life. Ju mund t'i kërkoni Perëndisë që të ndryshojë shefin ose punën tuaj, por me sa duket Perëndia do që ky shef të ndihmojë për të ndryshuar disa gjëra në jetën tuaj. You may feel that you are in the wrong school or you have the wrong teachers, but God wants to change you. Ndoshta ndjeni se studioni në shkollën e gabuar ose se nuk keni mësuesit e duhur, por Perëndia dëshiron t'ju ndryshojë ju. God is trying to teach you some lessons in that very experience. Perëndia po përpiqet ju jap disa mësime përmes kësaj përvoje. God wants us to be spiritually mature. Perëndia dëshiron që të jemi të pjekur shpirtërisht. Jesus said in John 15 that any gardener can tell you that in order for a branch to bear sufficient fruit, they must be pruned. Jezusi tha tek Gjoni kapitulli 15 që çdo kopshtar mund t'ju thotë se që një deg të jap fryte të mjaftueshme, ajo duhet krahasitur. When the believer gets his or her branch nipped through trial, it hurts. Kur një besimtar kalon përmes provës, ai lëndohet. But it also causes us to bear fruit and have joy in the midst of trial. Por gjithashtu jep fryte dhe sjell gëzim në mes të provës. Why? Përse? Because each trouble, each heartache comes with the Father's initiative to prune us.
sepse çdo shqetësim, çdo dhimbje vjen bashkë me iniciativën e Atit për të na krahasitur. Trials are part of the divine plan for every believer. Sprovat janë pjesë e planit hyjnor për çdo besimtar. Some of you may say, well, I have no trials in my life. Everything is moving just fine. Thank you very much. Dikush prej jush mund të thotë, po unë nuk kam patur sprova në jetën time. Faleminderit shumë, por çdo gjë shkon shkëlqyeshëm. Well, look out, because you are actually being tested. Në rregull, por keni kujdes sepse tashmë jeni në provë. There are 4 stages that every believer goes through. Çdo besimtar kalon përmes 4 fazave. The first stage is the stage of faith. Faza e parë është faza e besimit. You trust God and you go along believing in His word. Ju i besoni Perëndis dhe si rezultat besoni edhe fjalën e Tij. Then comes the second stage, the stage of obedience. Më pas vjen faza e dytë, faza e bindjes. You obey God and you take His word seriously, and it is the proof of your faith. Ju i bindeni Perëndis dhe e merrni seriozisht fjalën e Tij. Kjo është prova e besimit tuaj. Then what happens? Dhe pastaj çfarë ndodh? Then comes the third stage of blessing. Pastaj vjen faza e tretë, faza e bekimit. God blesses your obedience and you are rejoicing and everything is great. Perëndia bekon bindjen tuaj. Ju festoni dhe çdo gjë shkon për mrekulli. Then comes the next stage. Dhe pastaj vjen faza tjetër. The fourth stage is the stage of testing. Faza e katërt është faza e sprovës. Blessing always leads to testing. Bekimi çon gjithmonë drejt provës. Faith is tested for at least 3 reasons. Besimi vihet në provë për të paktën 3 arsye. Number 1, to prove whether our faith is real. Së pari, për të provuar nëse besimi ynë është i vërtet. Second, to help our faith grow. Së dyti, për të ndihmuar që besimi ynë të rritet. Thirdly, to bring glory to the Lord. Së treti, për t'i sjell lavdi Perëndis. With the very blessings that God is giving you, He is testing you. Me bekimet që ju jep Perëndia ju vë në provë. Will you let the blessing lead you to live by sight? A do të lejoni që bekimit ju bëjë që t'jetoni me anë të asaj që shikoni? Will you get busy with the blessing and forget the blesser? A do të jeni shumë të zënë me bekimin sa të harroni bekuesin? What is our responsibility in the process of trial and testing? Cila është përgjegjësia jonë në procesin e sprovës? Verse 4. Vargu 4. Let's read it to you. Le ta lexojmë. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Sikurse shermendi nuk mund të jap fryt nga vetja, po që se nuk qëndron në hardhi, ashtu as ju nëse nuk qëndroni në mua. James is saying, don't rebel against the circumstances. Jakobi thot, mos u rebeloni ndaj rrethanave. Allow the testing process to go on to completion so that you may receive maximum benefit of God's teaching. Lejoni që procesi i provës të vazhdojë deri në përmbushje, sepse kështu mund të merrni përfitimet maksimale nga mësimet e Perëndis. If you constantly rebel against your circumstances and all you want to do is get out of them, you will never become a mature Christian. Në qoftë se rebelojeni vazhdimisht ndaj rrethanave tuaja dhe gjithçka që doni të bëni është thjesht të dilni prej tyre, ju nuk keni për të bërë kurrë një krishter i pjekur. Is James saying to just grin and bear it? A mos thot Jakobi që të shkriheni duke qeshur dhe të duroni? No. Jo. Verse 5 tells us what to do. Vargu 5 na tregon se çfarë duhet të bëjmë. The believer has a special secret code to a safe that is full of resources that empowers you and strengthens you beyond your imagination. Besimtari ka një kod të veçantë sekret drejt shpëtimit që është i mbushur plot me burime që ju fuqizojnë dhe forcojnë përtej imagjinatës suaj. What is it? Çfarë është kjo? God's wisdom. Kjo është urtësia e Perëndis. God's wisdom is perhaps the greatest tool for your spiritual growth. Urtësia e Perëndis është ndoshta mjeti më madhështor për rritjen tuaj shpirtërore. That wisdom enables us to know what God is trying to do in our lives. Kjo urtësi na jep mundësinë që të dimë se çfarë po përpiqet të bëjë Perëndia në jetën tona. God's wisdom is the defogger for your fuzzy lenses. Urtësia e Perëndisë është zbuluesi i lenteve tuaja të paqarta. And when you ask the Lord for wisdom, you are opening yourself to learn about God's overall perspective. Dhe kur i kërkoni Perëndisë urtësi, ju tregoheni të hapur për të mësuar rreth perspektivës së përgjithshme të Perëndisë. Many Christians never grow or mature and stay stagnant because they fail to seek God's big picture. Shumë të krishterë nuk rriten ose nuk piqen kurrë dhe qëndrojnë si të fjetur sepse dështojnë së kërkuari pamjen e plotë të Perëndisë. They never get past their circumstances and how they can get out of it fast.
Ata kur nuk arrin kur të ngrihen mbi rrethanat e tyre dhe nuk dinë se si të shpëtojnë shpejt prej tyre. Wisdom is God's wide-angle lens, but you must ask for it. Urtësia është lentja e Perëndis me këndvështrim të gjerë, por ju duhet ta kërkoni atë. How do you ask for wisdom in the midst of your challenging circumstances? Si të kërkoni për urtësi në mes të rrethanave tuaja sfiduese? Verses 6, 7, and 8 give us the answer. Vargjet 6, 7 dhe 8 na japin përgjigjen. Of James chapter 1. Jakobi kapitulli 1. Por le ta kërkojmë me besim pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit të cilën e ngre dhe përplas era. Dhe ky njeri të mos pandes se do të marrë diçka nga Zoti, sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e veta. You must ask in faith, not doubting that God can and will give it to you. Ju duhet kërkoni në besim duke mos dyshuar se Perëndia mundet dhe do t'u japë urtësi. Now, the person who comes to God and said to God, God, give me wisdom, and then he walks out and takes matters into his own hands, Njeriu që vjen tek Perëndia dhe thot, Perëndi, më jep urtësi, dhe pastaj largohet duke marrë situatat në kontrollin e tij dhe duke drejtuar vetveten, ai po kërkon urtësi dhe fuqi sipas mënyrës së tij. and leads himself, that person is seeking wisdom and strength on his own terms. Ky person është në mëdyshje duke besuar nga njëra anë dhe duke u përpjekur t'ia dalë mban vet nga ana tjetër. According to James, this person is double-minded. Sipas Jakobit, ky njeri është me dy mendje. This person is hesitant, Ky person është i pavendosur. and godly wisdom will not come to that person. Dhe urtësia e perëndishme nuk vjen te ky njeri. Godly wisdom will only come when you are fully, genuinely, definitely, completely, and seriously trusting in God. Urtësia e perëndishme vjen vetëm kur e besoni Perëndin plotësisht, sinqerisht, përfundimisht, tërësisht dhe seriozisht. God is not honored by half-hearted commitment. Perëndia nuk nderohet me përkushtim pa entuziazëm. God is not honored by part-time allegiance. Perëndia nuk nderohet me besnikëri të pjesshme. God is not pleased when we trust him one time and doubt him the next. Perëndia nuk kënaqet kur besoni një herë dhe dyshoni herën tjetër. James tells us in verses 9, 10, and 11 that trials are a great leveler. Jakobi na tregon në vargjet 9, 10 dhe 11 se sprovat janë një nivelues i shkëlqyer. The rich go through it and the poor go through it. I pasuri shkon përmes këtij procesi dhe i varfri gjithashtu. Illness shows no partiality. Sëmundja nuk ka parapëlqime. Death does not discriminate. Vdekja nuk bën dallime. When the poor Christian suffers, he is to cling to the promises of God. Kur një i krishter i varfër vuan, ai kapet në premtimet e Perëndis. His pride is the righteousness of God. Krenaria e tij është drejtësia e Perëndis. His high position in Christ is all that he has. Pozita e lartë në Krishtin është gjithçka që ka. In verse 10, James tells us that often earthly possessions for those who have them cloud the issue. Në vargun 10, Jakobi na tregon se shpesh zotërimet toksore për ata që i kanë turbullojnë çështjen. Earthly possessions interfere with our fellowship with God. Zotërimet toksore ndërhyjnë në marrëdhënien tonë me Perëndin. They demand our attention. Ato kërkojnë vëmendjen tonë. They claim our affection. Ato pohojnë për kushtimin tonë. And when trials come to those who have great earthly possessions, it makes things more complicated. Dhe kur sprovat vinë për ata që kanë pasuri të mëdha toksore, gjërat komplikohen edhe më shumë. We worry about losing the things which we have accumulated. Ne shqetësohemi se mos humbasim pasuritë që kemi fituar. James warns us that when tough times hit, the wealthy should glory in their humiliation. Jakobi na paralajmëron se kur pllakosin kohët e vështira, pasaniku duhet të krenohet në përulje. They should glory in the fact that they are able to depend on the loving Father. Ata duhet krenohen me faktin se janë të aftë të varen nga një Ati i dashur. They should be comforted that no matter what happens to their bank balances, God is there to lean on. Ata duhet të ngushëllohen sepse pavarësisht se çfarë ndodh me bilancet e tyre bankare, ata duhet të mbështeten tek Perëndia. Because material possessions are all temporal. Sepse pasuritë materiale janë të gjitha të përkohshme. The only vital, sustaining relationship that you can really rely on is your relationship with God. Marrëdhënia e vetme vitale mbështetëse në të cilën ju mund të besoni me të vërtetë është marrëdhënia juaj me Perëndin. Because that is eternal. Për shkak se kjo është e përjetshme. The last verse of this passage, verse 12,
James tells us that we can truly rejoice in the midst of trial. Në vargun e fundit të këtij pasazhi, në vargun e 12, Jakobi na tregon se mund të gëzohemi me të vërtet edhe në mes të sprovave. That we can have victory because our victory is in Jesus and he has already won the victory. Se ne mund të kemi fitore për shkak se fitoria jonë është në Jezusin dhe ai tashmë e ka fituar betejën. We can have joy if we understand that God uses difficulties to produce growth. Ne mund të kemi gëzim nëse kuptojmë se Perëndia I përdor vështirësitë për të sjellë rritje. We can praise him for the tough times because he is working his purposes out in us. Ne mund ta lavdërojmë atë për kohët e vështira për shkak se ai punon qëllimet e tij në ne. So trials can be your teacher through which God helps you grow. Kështu që provat mund të jenë mësuesi juaj nëpërmjet të cilit Perëndia po ju ndihmon që të rriteni. The other alternative is you become bitter and angry and stay stagnant in your walk with God. Alternativa tjetër është që të hidhëroheni, të inatoseni dhe të qëndroni si të fjetur në rrugën tuaj me Perëndin. It is my prayer that you say, "Yes, Lord Jesus, teach me and help me to grow." Është lutja ime që të thoni po Zot Jezus, më mëso dhe më ndihmo të rritem. For this is the first step in growing up in Christ. Sepse ky është hapi I parë për të rritur në Krishtin. And I pray that God will use it to enrich you and help you grow in Christ. Unë lutem që Perëndia ta përdor për t'ju përmirësuar dhe ndihmuar që të rriteni në Krishtin. Until next time, I pray for God's richest blessing. Deri herë në ardhshme, Zoti ju bekoft të gjithëve. Miqtë, mi minutave të programit ton I ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Në programin ton të sotëm, Dr. Jusef na tha se sa herë që gjendeni në prova nga më të ndryshmet, mos u dekurajoni. Përkundrazi qëndroni në Zotin. Prisni me durim tek Perëndia deri në fund, dhe atëherë shumë pyetjet tuaja do të marrin përgjigje. Dr. Jusef na tha se ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë se Perëndia e di mirë se çfarë bën dhe nuk I del situata nga kontrolli. Perëndia, sovrani I gjithë universit, e di se çfarë është e nevojshme për jetën tona që ne të mund të rritemi në Jezus Krishtin. Sprovat që janë jashtë kontrollit ton nuk vijnë thjesht sepse Perëndia është I mërzitur apo është nevrikosur me ne, por sepse ndonjëherë Zoti dëshiron të na ndryshojë. Si përfundim, tham se sprovat janë pjesë e planit hyjnor të Perëndisë për çdo besimtar. Në programin ton të erës së ardhshme, Dr. Jusef do të ndalet në një çështje shumë të rëndësishme për të gjithë, tundimet. Do të shohim se nëse I përballojmë ato me sukses, do të rritemi shpirtërisht, po nëse nuk I përballojmë dhe bjem në tundim, jeta jonë shpirtërore do të dëmtohet shumë. Në fund do të kujtoja se ne mirpresim letra dhe emailët tuaja në adresë programit ton, Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.